Mirë, jemi rikthyer, na është bashkuar në panel edhe Suad Bërdica, themelues startupi. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Për të folur mbi mjedisim për atë që njihet si sipërmarrja inovative apo startupet. Të dy jetoni jashtë prej vitesh, por jeni integruar, le të themi, me Shqipërinë përmes një ideje, të cilët e keni kërkuar që të mbështetet për ta konkretizuar. Ka qenë e tillë pak. Eksakt. Edhe ibi jenë ndër ato ide të cilat janë mbështetur financiarisht nga Startup Albania. Po, eksakt. Si lindi fillimisht? Atëre, ideja... Jo vetëm ideja, por edhe domosdoshmëria për ta bërë këtë apo për ta jetësuar, për t'i dhënë jetë kësaj ideje përmes një mbështetje që nuk vjen nga vendi ku jeton, por nga Shqipëria. Ideja ka lindur nga eksperjenca dhe nga përvojat thellësisht personale, duke ndihmuar gjithmonë pacientët shqiptar të gjejnë akses tek mjekët në Vjenë, në Austri kryesisht, mbasi unë jetoj dhe punoj atje. Dhe ideja pse u implementua në Shqipëri ishte në radhë të parë aspekti ose faktori emocional, sepse emocioni ose ajo lidhja emocionale me Shqipërinë nuk ka humbur. Një platformë që t'ishte në shërbim të... Në shërbim të pacientëve shqiptar, pra atë gjë që unë e kisha bërë një mënyrë shumë manuale duke i ndihmuar njerëzit atje, të sillnim zhvillimin e teknologjisë dhe zhvillimin e inteligjencës artificiale etj. T'ia ofronim edhe pacientët shqiptar. Çfarë është shumë e rëndësishme për të theksuar gjithashtu, unë ju thash pak më parë që ka disa aspekte pozitive të eksperiencës e punës që ne i sjellim dhe i implementojmë subjektivisht në sistemin shqiptar, por ka dhe eksperienca të gabimeve që bëhen në sistemet atjeshme, që ne edhe i kemi përjetuar në kuadër të punës tonë atje, që është gjë pozitive që ne të mundohemi mos të ripërsërisim këtu ose të bëjmë më mirë këtu. Dhe në këtë mënyrë të risjellim atje në një mënyrë më të mirë duke ndërtuar nga Shqipëria. Ishte lehtë të deportoje në sistemin shqiptar? Në sistemin shqiptar. Ishte çuditshmërisht shumë e thjeshtë. Unë e mendoja shumë më të vështirë, por siç u thash dhe pak më parë, në 2-3 vitet e fundit në Shqipëri ka ndodhur një lëvizje shumë interesante dhe shumë dinamike në ekosistemin e startupeve, dhe duke krahasuar dhe grantin e 2024-s dhe grantin e 2025-s, dhe në kuadër të këtij viti ndodhi një tjetër zhvillim ku edhe aplikimet dhe i gjithë procesi është thjeshtuar në një mënyrë të tillë, bëhet në një mënyrë digjitale, pra nuk ka nevojë as për persona si ne nga diaspora për të ardhur, për të shkruar, thjeshtësuar, eksakt. Edhe të trokasësh. Eksakt. Për të marrë informacion, për të aplikuar, për dorëzuar dokumente, çdo gjë është në mënyrë elektronike, digjitale, kështu që nuk është më nevojshme. Ndërkohë, Suad, na prezanto pak fillimisht me platformën, përpara se të pyesim që deri nga ideja edhe në fazën ku është aktualisht, çfarë pengesash janë shënuar? Atëherë ideja e Bitbanion është një platformë inteligjente për procesin e tenderimit. Ndihmon kompanitë të gjejnë dhe të menaxhojnë dyfish numrin e tenderave relevant për to. Ajo është, domethënë, shtrihet në disa faza të procesit të tenderimit dhe ndihmon ato të gjejnë tendera, të analizojnë ato, të krijojnë përmbledhje strukturuara dhe të gjejnë përputhjen midis profilit kompanisë dhe tenderit. Atëherë, pra nëse sot mund të ketë një individ në kompani që e bën këtë dhe mund t'i duhen orë pune, kjo gjëja tani mund bëhet automatikisht nga sistemi, nga platforma në këtë rast. Po, që po ndërtoj. Këtu kuptuam që i shërben kompanive. Po, ajo është në shërbim kompanive të cilat... Ajo është grupi i parë kompanitë, por normalisht kjo është ide që edhe mund të zgjerohet, ky modeli inteligjencës mund të futet edhe në B2G, në shtet, domethënë nga ana tjetër, nga ana e pjesës që shkruan, ofron, më thonë, tenderin, dhe të bëjnë matchings, përputhjen e tenderit me kompanitë më të përshtatshme që plotësojnë kushtet më mirë. Domethënë mund të përdoret në të dyja mënyra.
Normalisht tani është... I referohesh një modeli të ngjashëm që aplikohet në vendet e zhvilluara, apo jo domosdoshmërisht? Jo, kjo lindi thjesht në bazë të eksperiencës time në IT consulting, në konsulencën e IT-s që po punoja, isha i përfshirë me procesin e tenderimit dhe kuptohet që ka ineficiencë aty dhe mundem të automatizoj deri në një pikë. Pra, ajo çfarë konstatove vetë, le themi në praktikën tënde të përditshme, e përktheve në një lehtësi që do të shërbej ty, por do t'i shërbej edhe atyre që mund t'jenë në të njëjtat pozita. Po, normalisht. Ajo ishte edhe koha kur doli dhe këto ChatGPT, AI në mënyrë komerciale dhe mendova që është momenti perfekt për të bërë diçka tjetër sepse tenderimi ka dokumenta kompleks, mund të shkojnë deri në 100-200 faqe për tendera të mëdhenj dhe materiale nga Excelet, PDF, Word dhe kështu me radhë që kërkojnë shumë kohë për t'i analizuar dhe ishte rasti perfekt për AI-n dhe LLM, si quhen këto modelet e inteligjencës artificiale. Në ide të tilla novatore, sa e rëndësishme është mbështetja në fazën fillestare? Sepse çdo fazë ka nevojë që të mbështetet. Edhe çdo fazë është e nevojshme sepse është cikli me cilin kalon një ide. Pra, nga ngjizja e saj deri në konkretizim, pastaj rritje, zgjerim, sepse qëllimi juaj, synimi juaj nuk është një treg, por të synoni që të zgjeroni edhe aksesin në platformë. Në këto kushte, mbështetja, sa e rëndësishme është? Sidomos në fazën fillestare. Por ke qenë në fazën e tretë, mos gaboj, faza e tretë. Në fazën e tretë e validimit dhe unë do thoja me një fjalë që është oksigjeni i gjithë ides praktikisht. Ideja që ke nëpërmjet mbështetjes që merr në këtë rast nëpërmjet të grantit të Startup Albania, i dha oksigjen kësaj ideje. Pra e ktheu nga një ide, e ktheu në një realitet ku ne fillojmë të aplikojmë hap pas hapi. Unë po flisja pak më parë dhe për problematikat që kanë sistemet shëndetësore atje, që ne i kemi hasur në eksperiencat tona, dhe një nga këto probleme ka qenë edhe telemjekësia klasike, ku teknologjia ka ekzistuar, por filozofia mbrapa saj ka qenë problemi që personat, njerëzit që ishin në nevojë dhe pacientët nuk arrinin ta gjenin shërbimin digjital. Pra fizikja ose lidhja midis fizikës dhe digjitales, botës digjitale, nuk ngjizej, nuk përputhej. Dhe pikërisht kjo është dhe ideja ose koncepti i Holos Health, ne bëjmë pra këtë urë ndërlidhëse, ne krijojmë një network, një urë ndërlidhëse midis konsultave digjitale nga mjekët specialist në komunitetet fizike ose në pika fizike ku pacientët ndodhen në përditshmëri, për shembull në farmaci. Dhe ky është ai koncepti bazë që do të funksionojë edhe në Shqipëri, por do ta aplikojmë pastaj edhe në Austri dhe në vendet e... Na e thuaj pak më thjesht, që do të thotë në farmaci mund të marrësh pra mund zhvillosh një konsult pa që nevoja e mjeku dhe në mënyrë... Po, ta kesh mjekun, por mund ta zhvillosh në çfarë forme? Në mënyrë asinkrone, që do të thotë, në qoftë se ju shkoni në farmaci dhe keni një problem dermatologjik, për shembull, një psoria, një problem dermatologjik, dhe farmacisti thotë që ka nevojë për një diagnozë ose ka nevojë për një konsult mjekësore, farmacisti nëpërmjet aparaturës që ka aty, që është një dermatoskop që montohet fare thjesht në celular ose në tablet, me 3 foto që bën nga pjesa e prekur, me një kuestionar ose një pyetësor të shkurtër që mbush bashkë me pacientin, e ngarkon në platformë këto dhëna, dhe brenda 4-5 orësh merr një konsult të shtjelluar nga dermatologu specialist, në këtë rast gjerman, sepse po bashkëpunojmë kryesisht me mjek gjerman për fillimin. Me mjek gjerman. Po, dhe merr diagnozën e shtjelluar në shqip, terapinë e rekomanduar dhe recetën. Dhe këtë mund ta përdorë edhe në farmaci aty. Pra, mbyllet ai rrethi për pacientin në një mënyrë shumë të thjeshtë, pa pas nevojë për të marrë rrugë ose për të bërë takime ose për të bërë konsulta online. Por kjo do jetë vetëm për diagnoza specifike, jo për të gjitha diagnozat. Jo për të gjitha, pasi jo të gjitha mund të vihet një emër, le të themi, përmes disa pyetjeve apo përmes imazheve. Eksakt. Fillimisht do të jetë dermatologjia funksionon
95% funksionon në këtë mënyrë, është e bazuar në imazheri, pra është një fushë, një specialitet mjekësor me 3500 deri në 4000 diagnoza që funksionon kryesisht në imazheri dhe bazohet në imazheri. Dhe ka dhe specialitetet e tjera mjekësore, duke kaluar edhe ke kardiologjia, po dhe diabetologjia, edhe tek problemet tjera që mund të bëhen fare mirë me aparaturat vogla në farmaci, pra në këtë hub, në këtë space ose në këtë hapësirë që ka farmacia, mund të kthehen në mini qendra shëndetësore ku pacientët marrin jo vetëm medikamentet dhe ilaçet, por edhe diagnozat. Kjo do të jetë le themi një komunikim midis farmacistit dhe mjekut, apo mund ta bëjnë në mënyrë të pavarur edhe qytetarit, se shpesh përpara situatave të tilla edhe qytetarët munduan të kenë informacion mbi ato çfarë kanë, pra edhe duke qenë se priren që gjëja e parë që bëjnë është i drejtohen Google-it për të marrë apo për të ditur se çfarë mund të kenë, a mund ta bëjnë përmes kësaj platforme, pra individët, qytetarët, pacientët mund ta bëjnë, apo vetëm është e dedikuar për përdorim nga ana e farmacistëve? Kjo është pyetje shumë e vënd. Absolutisht që mund ta bëjnë dhe kjo ishte edhe ideja fillestare, pra që kjo t'i vi në shërbim pacientëve, sidomos atyre që janë dhe larg mjekut, larg farmacisë, zonat rurale, etj. Që edhe për t'i qetësuar, ose për t'i vënë një emër asaj që mund të Eksakt. Edhe nga shtëpia e vet ose me pushime, kudo që t'jeni, ju nëpërmjet celularit tuaj, në këtë moment që flasim, ju mund të futeni në platformë, të bëni këto 3 foto, të plotësoni këtë pyetësor dhe brenda këtyre 5-6 orëve të merrni në celularin tuaj këtë diagnozë të shtjelluar. Tani, pse keni bashkëpunuar vetëm me mjek gjerman? Do të përfshini mjekët shqiptar? Absolutisht që po, platforma do t'i përfshijmë dhe mjekët shqiptar, bile ne kemi madje ne kemi edhe një opcion në platformën tonë ku dermatologët shqiptar ose mjekët shqiptar mund të digitalizojnë shërbimet e tyre, pra mund të thjeshtojnë aksesin për pacientët e tyre në Shqipëri, kur nuk ka nevojë për prezencë fizike të pacientit, mund t'ia ofrojnë nëpërmjet platformës tonë. Dhe të evitojnë radha, takime të tjera që kanë pa nevojshme. Aktualisht në çfarë stadi është platforma? Platforma është lançuar në fazën beta, në stadin beta, dhe jemi në një fazë pilotimi me një farmaci, me një rrjet farmacish, ku do të provojmë edhe këtë fazën e validimit, pra do të shohim si funksionon kjo ide që ne kemi krijuar. Ndërkohë, lidhur me projektin tënd, Suad, për ta bërë sa më thjesht, më të kuptueshëm, ju shërben vetëm kompanive, të cilat duan të marrin pjesë në procedurat të nderimi? Po, dhe kompanive që marrin rregullisht. Që marrin, po patjetër. Ato që marrin, ato që janë të interesuara për çmë pjesë praktikave. Po që ndoshta s'kan Ka kapacitete. dhe një angazhim në nivel, le të themi, institucionesh, qeverie për të ndryshuar mënyrën se si kryen praktikat e tenderimit, duke përfshirë inteligjencën artificiale dhe duke shmangur çdo kontakt apo çdo mënyrë tjetër që mund të jetë hapësirë apo shteg për abuzim. Kështu që është kjo një piknisje drejt një projekti më të madh? Po, mund të shkojnë edhe në drejtim, normalisht. Ajo do të fillojnë në anën e biznesit, kjo është plani, pastaj gjatë rrugës do shihet edhe ku do jetë fokusi më i madh. Ideja ka potencial të madh, pasi mund zbatohet në rang global. Dhe më thonë, një njëjtë model mund përshtatet edhe për shtetet ndryshme, edhe gjithashtu nuk ka rëndësi në çfarë industrie, pasi për të gjitha industri ka tendera dhe thjesht janë disa detaje specifike që mund të ndryshojë procesin. Por ideja, do më thonë, lejon për më shumë se një industri, për shembull. Pra nuk është e kufizuar vetëm në një industri? Jo. Kur ka nisur, le themi, ideja? Ideja ka nisë para 2 viteve, që ishe i përfshirë në këtë proces. Tani është në fazën që ju keni dërguar... Tani një vit ka qenë, do të thonë, viti i kaluar, ka qenë që jam marrë më seriozisht me të, dhe pastaj bëra pjesë e Plug and Play Albania, që është akselerator për startupet, dhe tani jam në fazën e MVPs, ku jam në diskutime pilotimesh me klienta potencial. Gjithashtu, javën e kaluar kam dërguar një propozim të një firme shumë të madhe europiane në IT consulting, e cila mund të jetë, domethënë, një nga klientët e parë për ta provuar dhe për të definuar rrugën e platformës se si do duket.
Suadi nuk ka qenë tek summiti, apo gabon, nuk e qenë tek summiti, ndërkohë Ivi ka qenë, por megjithatë pyetja që shtrohet është sa të rëndësishme janë pikërisht këto aktivitete, sepse është diskutuar mbi mundësinë që krijojnë evente të tilla, të cilat shërbejnë për krahas shpalosjes vizioneve apo problemeve në rastin më të keq, edhe për takime B2B, pra sa e rëndësishëm pra janë këto në mënyrë që të krijohet ai rrjedhimi, i cili është i nevojshëm pikërisht për t'i dhënë për të mos lejuar që këto nisma të mbeten në stagnacion, pra për t'i zhvilluar apo për t'i dhënë hop. Janë të rëndësishme, të paktën në rastin konkret, kanë qenë të rëndësishme për ta prezantuar edhe si gjë, pra për të mos mbetur... Mendoj që po, dhe eksperienca e tregoj, pasi unë atë pak dritare kohore që isha aty, arrita të ndroj mendimet ose të krijoj një lloj rrjedhëzimi me disa persona që ishin të interesuar në këtë ide, që ishin dhe ato persona të diasporës, por nga ana tjetër çfarë tha dhe parafolsi nga Kosova, ka ardhur koha ku diaspora mos qihet më vetëm si sjellësi e remitancave, po të përfshihet aktivisht pra dhe në këto nisma dhe në këto sipërmarrje. Mendoj se është shumë e rëndësishme. Edhe e gjetët terrenin Suad, si ishte terreni për ty? Po, domethënë në plug and play. Në qasjen për ta kthyer kokën edhe për të ardhur në një formë të tillë në Shqipëri, përmes këtij projekti. Besoj plug and play është një nga projektet që zbaton këto bisedimet në praktik, e cili mundson një gjë të tillë, domethënë që ne nga diasporat kemi edhe një mundësi më shumë të zhvillojmë idenë tona, të shfaqim çfarë kemi marrë nga atje eksperiencën tonë në një ambient tillë ku edhe marrim eksperiencën nga njerëzit e tjerë që kanë idetë të tyre, por edhe mbështetjen e si më thonë, grupeve ose organizatave të caktuara, të cilat kanë këtë synim. Tani, kur vjeni përballë dhe njiheni me këtë mjedisin, se si funksionojnë gjërat, njohuritë e tjerë, në çfarë jemi në të njëjtën lartësi vale? Po, do të thoja për eksperiencën time, paktën në plug and play ka qenë absolutisht e bukur dhe në eksperiencë, internacionale, në nivelin internacional, dhe jam shumë i kënaqur deri tani, gjithashtu mentorët, organizimi, çdo gjë ka qenë perfekt. Ka aspekte të cilat kanë nevojë që të përmirësohen edhe për të mos lejuar, pra që ne kemi parë, për shembull, programin Startup Albania, është në vitin e 4, mos gaboj që aplikohet, tretin, që aplikohet. Edhe interesi ka qenë në rritje nga vitin në vit. Madje edhe në pjesëmarrësit nga diaspora, shifrat e këtij viti tregojnë një rritje të kërkesës për të qenë pjesë e programit nga ata të cilët jetojnë jashtë Shqipërisë. Por në gjykimin tuaj, ka aspekte të cilat kanë nevojë të përmirësohen në Shqipëri për ta bërë atë që ju me drejtë e konsideroni dhe e quani ekosistem. Pra ka nevojë që të përmirësohet diçka në mënyrë që ky ekosistem të jetë sa më i volitshëm? Absolutisht. Qoftë në aspektin ligjor, Absolutisht që ka. Kjo rritje e kërkesave ose e aplikantëve nga diaspora, kjo nuk vjen rastësisht, mendoj unë, por ishte eksperienca e 2 viteve përpara, dhe kjo iniciativë tregoi që, aksesi është i mundur, efektet janë të dukshme, por për mendimin tim kjo ka nevojë për një vazhdimsi, sepse ky interes që po vjen tani këto 2-3 vite nga diaspora, në qoftë se nuk ka një vazhdimsi dhe një jetë gjatësi, por është vetëm një flus momentale, atëherë do të kthehet në një lloj dështimin thonjza ose në një lloj zhgënjimi, është fjala e duar, që mund ta kthente prapë mbrapsht këtë interes, dhe absolutisht edhe strukturat e tjera mbështetëse, duke filluar nga strukturat shtetërore, ligjore, por dhe implementimi i këtyre ideve private, ndofta edhe në biznese që kanë nevojë për B2G, pra integrimi i këtyre në sistemi, në strukturat shtetërore, do të ishte shumë i rëndësishëm, sepse japin një vazhdimsi dhe jetë gjatësi të gjithë këtyre projekteve.
Gjithashtu besoj kjo vazhdimësia duhet të jepet edhe në mundësinë tjera, për shembull në mundësi nga shteti ose nga organizata që dhe mentor nga jashtë, do të thonë shqiptar që janë në diasporë të kenë mundësinë bëjnë mentoring për shembull për ide të reja. Shkëmbimi për vojave është shumë i rëndësishëm. Shkëmbimi për vojave dhe të jetë në një mënyrë të vazhdueshme, të jetë domethënë edhe i mbështetur në një farë mënyrë, jo thjesht emocionale ose sidomos për ata që kanë vizionin për të mos mbetur të kufizuar, por të tejkalojnë kufijt. Po. Kështu që dhe nismat tuaja pa diskutim i shërbejnë Shqipërisë, por qëllimin e kanë që të mos izolo, pra të mos jenë apo të mos mbeten të izoluara, por të prekin edhe tregje tjera. Tani, kostot dhe për qytetarët paktën që duan ta kenë apo ta aksesojnë platformën me pagesë. Absolutisht që është me pagesë, mbasi dhe mjekët, qofshin ato shqiptar ose ndërkombëtar, nuk punojnë pa pagesë zakonisht. Dhe ne jemi munduar edhe në modelin e dhënies së çmimit të produktit, jemi munduar që të jetë i aksesueshëm për njerëzit. Pra mos jetë vetëm ideja, po të jetë i aksesueshëm edhe nga ana e një qytetari. Se mund thua që vetëm në Shqipëri kanë parë njerëz që i duan gjëra falas. Jo, po idet kushtojnë. Dhe në këtë rast është një shërbim që edhe pse mund të ofrohet online, mbetet shërbim që duhet paguar. Absolutisht, pra ato shërbimet janë dy shërbime të ndryshme, nga 45 euro deri tek 60 euro, që është ajo gamë që janë dhe kostot e një dermatologu në Shqipëri. Pak a shumë. Për një vizitë dermatologjike. Ka pasur interes nga ana e mjekëve të paktën, të cilët janë interes dhe skepticizëm. Mbasi në fillim, në hapat e para, nuk u kuptua që është një luftë kundrejt mjekëve shqiptar, por është një ndihmë për mjekët shqiptar për të digitalizuar shërbimet e veta dhe ndofta dhe atë pacient që është në Durrës ose në një qytet tjetër, nuk ka nevojë as klinika të ketë angari organizative, por as pacienti kosto dhe angari kohore, por mund t'i bëjë fare mirë në ato raste që nuk është e nevojshme prezenca fizike, fare mirë mund t'a bëjë në mënyrë digjitale dhe këto janë thjeshtime që... Mirë, këtë platformë jemi një hap larg për ta cekur, ndërkohë që për Suadin duhet presim edhe pak, ëh? Duhet presim. Kompani duhet presin edhe pak për t'ju nushtruar kësaj praktike që mund të thjeshtoj kohë, burokraci. Saktë, po. Çfarë përfitimesh tjera? Për kompanit ka përfitime më shumti për kohën dhe gjendjen e mundësive më të sakta për to. Sepse bën edhe kryqëzim të gjithë Shumë e saktë, po. Do më thonë, ne krahasojmë profilin e kompanisë me çfarë kërkon tenderi dhe këtu japim përputhjen me një vlerësim nga 0 në 100 për shembull. Dhe ideja është që këtu ne me këtë platformë të ofrojmë sa më shumë benefite për kompanitë, si për shembull edhe kostot e oportunitetit, sepse nëse ti je fokusuar në një tender që nuk përshtatet ty, atëherë ti po shpenzon ndoshta 3-4 javë kohë të merresh me të dhe pastaj vjen në fund dhe thua, po, dështova sepse më mungoi një dokument ose nuk e plotësojmë këtë kusht. Një shembull i tillë biles më erdhi nga një nga mentorët, më tha që kishin punuar për 2 muaj rresht për tenderin dhe në fund më merr ditën e fundit avokatin në telefon më thotë që ju nuk mund të aplikoni për tenderin. Për këtë arsye dhe normalisht janë kosto gjitha këto. Janë kosto. Edhe koha është dëmi më i madh, pra që mund të shkaktohet në këtë periudhë. Është aseti më i çmuar pa diskutim edhe dëmi më i madh që mund bëhet. Unë ju falenderoj shumë, ju uroj shumë suksese. Edhe uroj që herën tjetër t'jemi duke e vënë në jetë, duke bërë testin direkt nga studio. Jemi në jetë, mund të testoni. Mund ta testojmë dhe ne? Platformën tonë mund ta testoni, absolutisht. Mund ta provoni, mund ta jetoni. Nuk keni fazë pilotimi ju? Faza pilotimit është për sa i përket bizneseve dhe farmacive, kurse pacientët kanë akses që tani. Kanë akses. Mund të aksesojnë dhe mund ta bëjmë, po mund ta kishim provuar ne që sot. Mirë, për te humorit. Unë ju falenderoj shumë suksese edhe gjithmonë duke dashur që të mos e harroni Shqipërinë, siç Ivi kishte 28 vite që është larguar. Suadi po ashtu 7 vite, Suad? 8.
8 vite në Vjenë, të dy në Vjenë, por me kokën nga Shqipëria. Faleminderit edhe një herë tjetër. Faleminderit juve. Ka publicitet dhe do të rikthehemi.